Rej Manaj nuk do të kthehet te Sivaspori. Menaxhmenti i klubit turk e ka konfirmuar këtë fakt. Nuk kemi pasur diskutime, lajmet dhe thashethemet që janë përhapur nuk kanë baza. Manaj nuk është në agjendën tonë, u tha duke e mbyllur këtë diskutim. Gjithçka lindi nga një faqe e rreme në rrjetet sociale që mbante emrin e Rej Manajt. Ky fundit vet ka pohuar se profili në fjalë nuk menaxhohet prej tij. Tifozët e Sivasporit të ndërruan për një moment, në fund rezulton se opsioni i rikthimit nuk po mendohet as pak. Rej Manaj ka shënuar gol në Kupën e Emirateve të Bashkuara Arabe në ndeshjen Al Sharia Al Ain. Sulmuesi kombëtares e shfrytzoi si duhet kryesimin në zonë dhe dërgoi topin në rrjet. Ekipit të Manajt dhe Fetajt i duhej një mrekulli. Goli i Manajt ngushtoi shifrat pasi Al Ain po fitonte 2-0. Duke qenë se këto të fundit kishin fituar 3-1 në transfert, do të ishte befasi që ekipi i Manajt të përmbyste rezultatin. Manaj nisi ndeshjen nga minuta e parë ndërsa Fetaj nga stoli.